Ndalu një çast. A nuk i zhytur pak si shumë në rrjedhën e jetës, zgjohun e mëngjes, shkon në punë, vrapo ditët ndjekin njëra tjetrën. Vitet rrjedhin si uji, por ku po shkojmë në të vërtetë? Lindim, rritemi, ndërrojmë dhe vrapojmë pas ëndrave, po pastaj a është jeta kufizuar vetëm me këtë botë? Ajo gjëra që na mbajnë të zënë aq të rëndësishme sa të na bëjnë të harrojmë destinacionin tonë të vërtetë. Kurani pyet, ku po shkoni kështu? Vdekja nuk është larg, llogaria është e pashmangshme. Llogaritni veten para se të jeni të detyruar të jepni llogari. Prandaj, hajde sot ngadalsojmë pak. Madje të ndalemi fare, të hedhim një sy vetes rrugës sonë. Nëse dita e llogarisë do të ishte sot, a do të ishim të përgatitur mjaftueshëm? A do të mund të dilnim para Zotit me zemër të qetë? Le të rishikojmë veten tani, le të forcojmë drejtimin tonë, sepse destinacioni më i bukur është të fitojmë kënaqësinë e Allahut.